Territori i Kosovës për datën 8 prill 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira të pakta. Paraditja dhe pasditja do të jenë kryesisht me diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:59 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:16 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë: Mitrovica 3 deri në 13 gradë Celsius, Podujev 0 deri në 11 gradë Celsius, Skënderaj 3 deri në 13 gradë Celsius, Pej 1 deri në 14 gradë Celsius, Prishtinë 1 deri në 11 gradë Celsius, Gjakov 4 deri në 16 gradë Celsius, Malishev 4 deri në 14 gradë Celsius, Gjilan 1 deri në 12 gradë Celsius, Ferizaj 3 deri në 13 gradë Celsius, Kaçanik 2 deri në 12 gradë Celsius, Suharek 4 deri në 15 gradë Celsius, Prizren 3 deri në 13 gradë Celsius,